Kundër, miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligj janë paraqitur amendamente nga deputetja Jorita Tabaku, Bujar Leskaj dhe Fidel Kreka. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1, pro kundër abstenim. Ju lutem votoni me karton. Pro kundër abstenim miratohet. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 4 në bazë të nenit 76 të rregullores, do të votojmë amendamentin e deputetes Jorita Tabaku. Në nenin 4 jeni i përjashtuar nga seanca, mos vazhdoni më tej, ju lutem. Jeni i përjashtuar. Nuk ju pranoj në proteste edhe nëse bërtisti, ju lutem tani dilni jashtë. Neni 4, pika 1, gërma dhe, hiqen nenet 119 dhe 120. Në bazë të nenin 75, pika 3 e rregullores, autori amendament ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Me elektronik, ju lutem. Me elektronik. Sa vota duhet? Ajo. Sa veta ajo? Atëre 24. Po. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 84 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin me karton të nenit 4. Neni 4 me karton, ju lutem. Pro, kundër, abstenim. Votoni, ju lutem, me karton. Neni 4. Pro, kundër. Miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 5 në bazë të nenit 76 të rregullores, do të votojmë amendamentet e deputetes Jorita Tabaku dhe Bujar Leskaj dhe Fidel Kreka. Fillojmë me amendamentin e zonjës Jorita Tabaku. Në nenin 5.1 gërma A shpreha 1 vit e gjysmë zvendësohet me 2 vjet, ndërsa në gërmën B shpreha 1 vit zvendësohet me 1 vit e gjysmë. Akti shëmtuar është kjo që bën ju, zoti Shea, jeni të përjashtuar nga seanca. Në bazë të nenin 75.3 rregullores, autori amendamentit ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Me elektronik, ju lutem. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundra. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë amendamentin e deputetëve Bujar Leskaj dhe Fidel Kreka. Në nenin 5.1 bëhen këto ndryshime. Gërma A nga 1 vit e gjysmë për personat e dënuar zvendësohet me 2 vjet e gjysmë dhe gërma B shpreha 1 vit për personat e dënuar burra. Atëherë në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori amendamenti ka drejta paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Bujar Leskaj dhe zoti Kreka nuk janë në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundra. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin me karton të nenit 5. Neni 5 me karton, ju lutem, pro, kundër, abstenim. Neni 5 me karton, pro, kundër, abstenim. Miratohet.
Para se të fillojmë votimin e nenit 6, në bazën e 76 të rregullores, do të votojmë amendamentin e deputetës Jorita Tabakun, nenin 6.1, hiqe nenet 119 dhe 120, në bazën e 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta, zëna Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Votoni lutem elektronik, mbyllet votimi, 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin e karton, neni 6, pro kundër abstenim, ju lutem votoni neni 6, pro kundër abstenim miratohet, neni 7, pro kundër abstenim miratohet, neni 8, pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit ditës, projekt ligji për ca ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 8378, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës Shqipërisë të ndryshuar, nis me Këshillit të Ministrave. Ky akt kërkon shumicë cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur, procedura e votimit, 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligj janë paraqitur amendamente nga deputetët Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Për mbajtjen e amendamenteve mund ta gjeni në sistem në sallë. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1, pro kundër abstenim, votoni lutem, miratohet. Neni 2, pro kundër abstenim, miratohet. Neni 3, pro kundër abstenim, miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 4, në bazën e 76 rregullores, do të votojmë amendamentet e deputetëve Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Amendamenti i parë. Ju përshëndes nga studio e lajmeve këtu në Euronews Albania, një pasdite me zhvillime. Jemi me parlamentin, keni ndjekur në kohë reale pikërisht miratimin e amnistisë penale. Më shumë se sa rëndësia e kalimit të këtij projekt ligji është numrimi i votave, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Kush i ka bërë 84 votat e Partisë Socialiste, pasi me largimin e zonjës Koçeku duket se ka rënë numri i deputetëve. Kanë qenë pikërisht bashkimi i 3 deputetëve, votës së 3 deputetëve të PSD-s Partisë Socialdemokrate, e cila ka bërë të mundur që ky ligj të kalojë me 84 vota. Është një ligj që kërkon shumicë të cilësuar, ndaj ishte i domosdoshëm kalimi i pragut të 83 votave. Megjithatë vazhdojnë debatet në parlament. Për më tej do të lidhem me Eksiola Sheun, gazetare jonë e cila ka ndjekur nga afër këtë zhvillim dhe e cila gjithashtu ndjeki dhe zhvillimin e pasdites të pritshmin që është protesta dita e 19 e saj. Gjithsesi e nisim nga lajmi i pasdites, po Eksiola. Mirela, si që tje bëre me dje, parlamenti është në momentet e votimit, por edhe debateve duhet thënë. Socialistët pas shumë maratona është ditën e sotme ndërprerjesh të parlamentit, nuk arritën që të kishin vota deri në mesdit, ndaj dhe me kthimin nga Roma të kryeministrit Edi Rama bën të mundur 84 votat, jo vetëm votat e grupit parlamentar të tyre, pas largimit të deputetes Mariana Koçeku të dielëm, e cila e bëri me dje vendimin e saj përmes rrjeteve sociale, i ka ardhur në ndihmë 2 deputetet e Shkodrës dhe një i Tiranës i Partisë Socialdemokrate për të plotësuar shumicën e cilësuar që amnistia penale kërkon me 84 vota. Në pamje që po ndjekim mungon Partia Demokratike, deputetët e saj të pranishëm janë vetëm 3 deputet nga partitë e reja, e kanë fjalën për Redi Muçin nga Lëvizja Bashkë dhe 2 deputetët e Partisë Mundësia, Erald Kapri dhe Agron Sheaj. Ky i fundit është përjashtuar nga kryetari i kuvendit nga seanca plenare për shkak sepse ka vijuar akuzat e tij ndaj
ndaj kryeministrit Rama sa i takon çështjes së Zvërnecit me praninë fizike të kryeministrit Rama në sallën e seancave plenare. Të tre deputetët nuk kanë marrë pjesë në votim sipas rezultateve të bëra me dije nga tabela e Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë mund të themi se tashmë amnistia do hyn në fuqi menjëherë pas votimit në fletoren zyrtare dhe pasi të kaloi nga presidenti i Republikës, por ishte një nga projekt ligjet e rëndësishme që në këtë rast i duheshin, siç edhe ti e bëre me dije, numrat Partisë Socialiste për shkak sepse duheshin 84 vota. Aktualisht Partia Socialiste ka nga 83 vetëm 82 deputetë të saj në grupin parlamentar, por një prej tyre ka munguar ditën e sotme, kam fjalën për deputeten Belinda Balluku, ndërkohë pjesa tjetër e gjithë grupit parlamentar ka qenë e pranishme, 81 deputet, përfshirë dhe zotin Rama, si dhe 3 deputetët e Partisë Socialdemokrate, duke plotësuar në këtë mënyrë numrin e nevojshëm prej 84 votash. E qartë, në fakt një projekt ligj në bazë të cilit do të lirohen 466 të dënuar, prej të cilëve 11 gradë dhe 1 i mitur, janë ata që përfitojnë nga miratimi i amnistisë penale, i cili kaloi në parlament. Në fakt ishte më shumë një test politik se sa patjetër vlera reale që ka ligji, është testi politik i saj. Partia Socialiste u deshi kryeministri Rama të vinte, të kthej, të ishte prezent, pasi riskohej nëse një vot do të mungonte. Dhe duket në fakt se nuk është kaq roz situata në selin e Partisë Socialiste. Do të ketë një mbledhje në Pallatin e Brigatave, mbledhje e hapur apo jo me grupin parlamentar ditën e shtunë, të lutem më jep detajet. Pas ditën e sotme, teksa pritej që të rifillonte seanca plenare për të votuar pikërisht rendin e ditës dhe me rëndësi padyshim projekt ligjin për amnistin penale, në grupin e WhatsAppit të deputetëve të Partisë Socialiste ka mbritur nga sekretari i grupit Erio Mile një mesazh ku njoftonte se ditën e shtunë në datën 20 qershor në orën 10 do duhet që të marrin pjesë në mbledhjen e zgjeruar të kabinetit qeveritar dhe grupit parlamentar. Një mbledhje e cila në fakt është e fundit që zhvilluar, ka qenë në fund të muajit prill dhe për shkak të angazhimeve dhe agjendës, sidomos me 35 vjetorin e Partisë Socialiste, nuk u zhvillua në fund të majit një mbledhje e tillë, por në një kohë kur kemi hyrë në ditën e 19 të protestave që nisën për Zvërnecin, të protestave qytetare, dhe nga ana tjetër një deputete e larguar, Mariana Koçeku, nga grupi parlamentar, socialistët me në krye Edi Ramën mblidhen ditën e shtunë në orën 10 në Pallatin e Brigatave në këtë mbledhje të zgjeruar. Padyshim që në këtë mbledhje do të ketë mesazhe politike, por nëse do të jetë një mbledhje e hapur apo e mbyllur, kjo do të mbetet për të parë nga ana e organizatorëve dhe nga ana sigurisht e kryeministit Rama, nëse do dojë që mesazhet që do të përcillen të qëndrojnë brenda grupit të tij parlamentar, apo të jenë edhe mesazhe të hapura për mediat, ku të paktën gjatë ditëve të fundit zoti Rama nuk ka lënë aktivitet publik pa përmendur protestën edhe projektin për sidomos projektin për zonën e Zvërnecit në Vlorë, kështu që do të mbetet për të parë nëse së pari do të jetë publike dhe së dyti nëse zoti Rama do të zgjedhë që të jetë publike dhe të përmend sërish këtë protestë qytetare dhe projektin që do të zhvillohet në zonën e Zvërnecit apo jo, por padyshim do të ketë edhe mesazhe politike brenda grupit parlamentar në një kohë kur një nga figurat e reja të Partisë Socialiste, të cilën vetë zoti Rama e ka promovuar siç është kryesuesja e listës së Shkodrës Partisë Socialiste, Mariana Koçeku, e njohur ndryshe si Neo Malsoria, ka zgjedhur që përmes rrjeteve sociale ditën e diel pasdite të njoftojë se do të jetë deputete e pavarur dhe nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar socialist. Zonja Koçeku nuk ka dorëzuar zyrtarisht një kërkesë në Kuvendin e Shqipërisë për të njoftuar largimin nga grupi parlamentar socialist dhe për të qenë një deputete e pavarur, por nga komunikimet që unë kam patur me socialistët, nuk ka patur asnjë komunikim as me kryetarin e grupit parlamentar socialist. Ai bëri me dije sot në fakt nga oborri i parlamentit se ka tentuar ta telefonojë, ashtu si edhe kolegë të saj brenda grupit parlamentar, por nuk kanë mundur që të komunikojnë me të vetmet shpjegime, nëse mund t'i quajmë, apo fjali të zonjës Koçeku janë ato përmes rrjeteve sociale. Nuk dihen arsyet sepse zonja Koçeku zgjodhi që të largohej në këto momente, duke marrë parasysh faktin se ajo u soll në parlament dhe në listat e Partisë Socialiste përmes promovimit nga zoti Rama, duke kryesuar edhe listën, por duke mos patur kontribut në strukturat e Partisë Socialiste. Po, Mirela. E qartë, dua të di se si po përjetohet protesta në Partinë Socialiste. I vetmi që flet hera herës përmes mesazheve është kryeministri Edi Rama. E ndoqa me shumë vëmendje sot mënyrën se si dhe zoti Bido edhe Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar,
dhanë përgjigje pa përgjigje të pyetur në lidhje me protestën, të pyetur në lidhje me gjetje në dosje të caktuara të SPAK-ut, pra duke një retorik, por duket se nuk ka një qëndrim dhe nuk po i vën fytyrën dhe emrin e tyre asaj që po ndodh në bulevard. Në fakt, nga brenda, si është situata për sa i përket trysnisë kësaj proteste që pavarësisht se injorohet apo jo, sot është në mbrëmjen e saj të 19. Të 19 dhe pas një ditë të ndërprerje dhe me mira qytetarë në bulevard, duhet saktësuar edhe fakti se zoti Rama ka vendosur që në kryeterës që në ditën e parë të protestës që të jetë vetë në vijën e parë përballë protestuesve. Siç përmenda edhe më lart, zoti Rama nuk ka lënë aktivitet gjatë kësaj periudhe pa përmendur protestën dhe pa dhënë një përgjigje apo kundërpërgjigje. Konferenca me gazetarët shqiptar edhe ata të huaj, po ashtu evente të ndryshme si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit, duke mos lënë pa përmendur edhe një sër statusesh në rrjetet sociale ku fokusi ka qenë tek projekti në Zvërnec që sipas tij do të bëhet, por sigurisht që me interes të lartë do të jetë vëmendja tek mjedisi. Duhet thënë se edhe disa eksponentë Partisë Socialiste kanë reaguar, ka patur disa prej tyre ndër më të zellshmi, duhet thënë që nga fillimi i protestës, vetë zoti Rama ka qenë edhe zoti Bido si një deputet i qarkut të Vlorës, por edhe deputet të tjerë, padyshim që mesazhi i socialistëve është se e mbështesin protestën paqësore, por nga ana tjetër janë pro zhvillimit dhe nuk do të veprohet kundër mjedisit dhe çdo gjë do të bëhet pikërisht duke u bazuar në raportet që pritet të dalin sa i takon pikërisht atij studimi mjedisor. Brenda Partisë Socialiste, sigurisht që nga komunikimet që unë kam patur me deputetë të saj, vlerësohet fryma e protestës, fakti që është një protestë jo politike dhe paqësore, kërkesat e ngritura nga qytetarët që duhet thënë nga dita në ditë, Mirela, nuk janë vetëm për investimin në zonën e Zvërnecit, ajo nisi pikërisht për atë, por ka një sër problematika të tjera të cilat janë ngritur me fokuse në fushat të ndryshme, duhet thënë që nga e drejta e pronës, te arsimi, tek shëndetësia, apo edhe problematika të tjera. Pra, socialistët, të paktën sipas edhe mesazheve që u janë dhënë që duhet të kenë fokus në media dhe në rrjetet e tyre sociale, është se mbështesin protestën, por nga ana tjetër edhe investimin që pritet të kryet në zonën e Zvërnecit. Po, Mirela. E kuptoj. Dhe e fundit, po përpiqen ta kapitalizojnë protestën, kuptohet. Ata që e njohin politikën tonë, po i qasen kështu në distancë. Deputetët e Partisë Demokratike sot huazuan një prej parullave të protestuesve, e cila në fakt është Rama Burg, Berisha Burg, ata e ndruan këtë parull. Berisha ju ka bërë thirrjet vetëve dhe ka thënë dilni, jo në logon e partisë, por dilni, mbështeteni, unë do ta mbështes protestën sa të mundem. Ndërkohë që vetë protestuesit kanë një distancë higjienike, duhet thënë, nga të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Si është kjo tentativë për të qenë në krah të protestës, ndonse protesta nuk i do? Si e shikon, si nga PD-ja, si nga PS-ja, dhe a ka gjas që kjo distancë higjienike që unë thash ekziston të infektohet aty këtu edhe politika t'i afrohet kësaj proteste? Si e shet ti pulsin, si e teston? Në një protestë të tillë, kur akuzat janë për qeverim, padyshim duhet thënë dhe duhet jemi realist që do të përdoren nga ana e partive opozitare, duke mos përdorur figurat kryesore, të cilët mund të sjellin irritim nëse do të shkojnë në shesh, pra nëse do të vinë pikërisht në këtë shesh, figurat kryesore, sidomos nga Partia Demokratike, por jo vetëm, pasi duhet thënë se nga partitë e reja, eksponentët e saj, edhe deputetët që janë në Kuvendin e Shqipërisë kanë qenë prezent, por kanë qenë në vijën e dytë, nuk kanë tentuar që të afrohen apo të marrin fjalën e tyre për të mbajtur mesazhe, kanë qenë si qytetarë dhe kanë pritur në vijën e dytë. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike duhet thënë që padyshim që i ka mobilizuar strukturat e veta, duke sjell njerëzit, por duke mos sjell figura kryesore të cilët mund të sillin irritim tek turma. Ditën e sotme ne në fakt në Kuvendin e Shqipërisë patëm mundësinë që të ndiqnim edhe një debat apo përplasje mes kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kryetarit
kryetarit të grupit socialist Taulant Balla, i cili teksa Berisha mbronte kërkesat e protestuesve dhe këtë protest dhe kërkonte që Rama të largohej nga qeveria, zoti Balla i kujtonte dhe i kërkonte më saktë që zoti Berisha të ishte prezent në protest nëse do të pranoja apo jo nga protestuesit, duke marrë parasysh edhe parrullën që ti sapo përmendje sa i takon Rama në burg, Berisha në burg. Pra, vihet e re nga ana e qytetarëve një irritim me politikën e vjetër, politikën 35 vjeçare, e cila ka lënë vendin pikërisht në këto momente ku ne ndodhemi aktualisht. Nga një anë kemi derën e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër kemi një sër problematikash në fusha të ndryshme, të cilat janë ngritur dhe nga qytetarët. Dhe për ta përmbyllur, do doja thoja që padyshim që partitë opozitare një moment të tillë dhe një protestë të tillë do e përdorim, por me shumë kujdes, duke mos vendosur në vit parë figura të cilat mund të krijojnë irritim tek qytetarët, por figura të cilat janë në vijën e dytë, edhe deputetë të caktuar të grupit parlamentar demokrat kanë qenë të pranishëm, apo edhe simpatizantë dhe antarë të kësaj force politike, të cilët janë kërkuar vazhdimisht në takime nga zoti Berisha që të marrin pjesë dhe ta mbështesin këtë protestë. Edhe ditën e djeshme ju kërkoj të rinjve teksa zhvilloi një takim me fokus të departamenti i arsimit, pedagogëve dhe studentëve që të jenë të pranishëm dhe ta ndihmojnë sa më shumë që të kontribojnë në këtë protestë. E qartë. Mirë, e mbyllim me parlamentin, me sforcim u bën 84 votat, mungoi Belinda Balluku, mungoi zonja Koçeku, Mariana Koçeku, e cila është vetë larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, erdhi kryeministri Rama me njëherë nga një aktivitet jashtë shtetit dhe u shty pra për të qenë votimin në momentin që zoti Rama do të ishte në sallën e parlamentit. Votat e PSD-s bën mundur që të krijohen 84 votat në kufirin minimal të tyre për të kaluar një ligj me shumicë të cilësuar. Vazhdojmë pundimet e parlamentit, por ne do të përqendrohemi tek protesta. Aksjola, si është natyrisht që duhet të ketë nisur grumbullimi tek sheshi Skënderbej dhe më pas të afrohen protestuesit tek kryeministria nga ku ti do të ndjekësh këtë protest. Për momentin si duket atmosfera aty? Ne jemi të vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përpara kryeministrisë, aty ku për ditën e 19 që është sot, me ndihmën e operatorit Kudret Plaku, do ju sjellim pamjet e drejtë për drejta. Një pjesë e protestuesve janë mbledhur, janë ata të cilët Mirela duhet të merren me përgatitjen e vendit se ku do duhet të mbahen fjalimet, pjesën e fonisë dhe disa karrike të cilat vendosen vazhdimisht të paktën gjatë ditëve të fundit për një pjesë të protestuesve, sidomos ata të cilët janë me fëmijë të vegjël. Që nga momenti në moment protestuesit që mblidhen fillimisht në sheshin Skënderbej të marshojnë në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Në këtë shesh është pezulluar lëvizja e automjeteve dhe tashmë një pjesë e qytetarëve kanë mbritur, ata janë edhe të vendosur pikërisht në distancë, një pjesë e tyre të ulur, një pjesë në këmbë, teksa presin pjesën më të madhe të protestuesve që do të marshojnë nga sheshi Skënderbej në drejtim të godinës së qeverisë. Më pas do të jetë si gjithnjë do të këndohet himni kombëtar, do t'i lihet vendi fjalimeve dhe në fund marshimi në rrugët kryesore të Tiranës. Siç është bërë me dije disa ditë më parë, marshimi do të jetë pikërisht brenda kryeqytetit dhe me sa dëgjoj një pjesë e marshimit ka nisur. Po, ka nisur dhe në ekranet tona, pikërisht në ekranin ton ndarë në dy pjesë, jemi duke parë momentin që protestuesit janë duke ecur. Kalohet si zakonisht ansambli i ministrive, bëhet një ndales pikërisht tek rruga, tek hapësira që ndan e bulevardit që ndan Galerinë e Arteve me pjesën e parkut. Aty bëhet grumbullimi finali të gjithë atyre që do të marrin pjesë në protestën e sotme dhe më pas bëhet nisja drejt kryeministrisë. Me këto thirrje duket se po nis protesta edhe në këtë ditë të 19 ditë protest, 19 ditë qëndres, duhet thënë, e këtyre njerëzve të cilët pavarësisht ideve, pavarësisht çfarë përfaqësojnë moshës së tyre, janë këtu dhe kërkojnë dhe janë këmbgulës në kërkesën e tyre për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, largimin e kastës së vjetër politike. Pra duket se
Ajo që i bashkon këta njerëz është një lëvizje anti-establishment kundër politikës së vjetër, siç e thash, parlamenti sot konfirmoi edhe një herë që në fakt politika e do këtë protestë, do donte ta afrojë, do donte ta kapitalizonte, por me sa duket ende protestuesit, pavarësisht se nuk kemi të qartë se kush janë organizatorët e tyre, ende mbahen në kërkesat e tyre për largimin e të gjithë kësaj kaste të vjetër politike. Nëse Eni Ferhati është gati, do të më thoni që të bëj një lidhje. Gazetari Eni Ferhati është një tjetër me grup xhirimi duke ndjekur nga afër këtë protestë, po Eni të përshëndes. Mbrëma Merida. Atëherë përfitojmë nga momenti që protestuesit do të nisen dhe ne mund ta ndjekim për të konsumuar disa lajme që janë lajme të rëndësishme të ditës së sotme. Do doja të dija fillimisht një situatë me zonjës Mariana Koçeku dhe raportit saj me SPAK-un tani pasi di që për të është bërë një kundërpaditë. Çfarë detajesh ka për këtë? Ditën e djeshme, pasi i gjithë opinioni publik është njohur me reagimin në rrjetet sociale të deputetes tashmë të deklaruar të pavarur Mariana Koçeku, kemi patur fillimisht një reagim nga avokati i familjes Bajri, i cili ka hedhur poshtë akuzat e Mariana Koçekut, deputetes qarku të Shkodrës, ndërkohë që ditën e sotme familja Bajri me sa duket e atakuar nga ky status publikisht, ka vijuar me procedurat ligjore ku avokati Sokol Tahiraj ka depozituar një kallëzim në prokurorin e posaçme ku i kërkon SPAK-ut të nisë hetimet duke sugjeruar edhe veprën penale të shpifjes për deputeten, pasi sipas kallëzimit të depozituar në SPAK nuk ka asnjë provë apo rrethana apo fakte që të vërtetojnë pretendimet e ngritura nga deputetja. Ndërkohë, ditën e djeshme kemi patur një reagim nga policia e Shkodrës, e cila ka mohuar që të ketë një kallëzim apo informacione lidhur me atë çka pretendon deputetja Koçeku, e cila ka deklaruar pra se kuptohet nga statusi saj që mund të jetë kërcënuar, ndërkohë që një përgjigje nuk kemi patur në fakt nga SPAK, pasi jemi adresuar edhe me një pyetje prokurorisë posaçme nëse do të nis apo jo hetimet kryesisht për sa kohë që kemi të bëjmë me kallëzimin, po themi, apo pretendimin e ngritur nga një deputet për kanosje apo për cënim, të cilët megjithëse është viktimë e veprës penale siç pretendon, nëse mund të ketë vend apo hapësirë ligjore që SPAK-u të nisë një hetim kryesisht. E kuptoj. Dua të dalim tek procedimet e reja për protestuesit, por më lejo pak pasi duket se protestuesit kësaj radhe po lëvizin në një drejtim tjetër, ndoshta po shkojnë tek parlamenti. Kam idenë që janë nisur drejt parlamentit Eni, sepse po ecin në pedonalen ndjes në pedonalen që ndan galerinë e arteve me ansamblin e ish teatrit, se e shumë dhe teatrin, pra që shkohet më pas drejt kuvendit. Pra duket se protestuesit po shkojnë drejt parlamentit, një zhvendosje e minutës së fundit kjo, pasi duket që protestuesit nuk po ecin në bulevardin të Shport e Kombit, por janë nisur drejt asaj pedonales shumë të bukur të Tiranës, në fakt e cila të shpije drejt parlamentit. Dhe pritet për të parë nëse do të zhvendoset atje kjo protest. Është proteste datë e mbrëmjes 19 dhe ndërsa qartësohemi se çfarë po ndodh, ka pasur procedime të reja për protestuesit, ke informuar që në mëngjeseni. Për çfarë bëhet fjalë dhe sa është numri i tyre? Duke patur parasysh që ditën e sotme ka patur seancë plenare, ndoshta nisur nga kjo gjë, protestuesit kanë menduar që të shkojnë tek parlamenti, atje ku ndodhen deputetët dhe janë votuar disa projekt ligje të rëndësishme, ndërto dhe ai i amnistisë. Ndërkohë ditën e sotme policia e Tiranës ka njoftuar se janë proceduar 23 protestues të tjerë, të cilët mbrëmjen e djeshme, sipas njoftimit publik të policisë së Tiranës, janë bërë pengesë për qarkullimin e mjeteve të transportit rrugor. Procedimi është kryer nga komisariati numër 3 në Tiranë, ndërkohë që edhe më herët në ditët e kaluara, duke nisur në fakt nga dita kur protestuesit tentuan të shkojnë drejt aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, policia pothuajse çdo ditë ka proceduar nga 10 protestues, madje disa prej tyre janë thirrur
edhe në komisariat për të dhënë shpjegime, pasi më lejo të bëjmë dije Mirela që ka patur dhe kallëzime penale ndaj atyre që mund të etiketohen si organizator apo drejtues të protestës qytetare, ka patur kallëzime penale nga disa qytetarë në komisariatet, të cilët kanë pretenduar në një rast paktën që forcërisht nuk është lejuar që të marrë fjalën për të folur pikërisht në fonin që ngrihet pranë kryeministrisë, ndërkohë që në një rast tjetër ka qenë një prej organizatorëve i cili ka pretenduar se një shtetas tjetër ka marrë turmën duke i drejtuar në për akse të cilat ata nuk ishin ndërmend të kalonin, pasi është përfunduar procedura, po themi, e fjalimeve disa orëshe përballë kryeministrisë. E qartë, nuk e di, ky ndryshim itinerari që protestuesit kanë, kur merret leja për të bimeni, qartësohet itinerari që ku duhet të ecin protestuesit, apo ndoshta është ky një moment që nesër mund të ketë procedime të reja, për shembull, për ata që nuk kanë shkuar drejt kryeministrisë, por kanë devijuar. Si është ky moment nga pikpamja ligjore? Në njoftimin që i dërgohet nga organizatorët, policisë Tiranës, duhet të njoftohet vendi i zhvillimit të tubimit dhe orari i tubimit, i cili ka qenë kryesisht deri në orën 22, ndaj dhe procedimet që ka nisur policia kanë të bëjnë me kalimin e afatit për te orës 22 dhe mbi të gjitha shkeljen e hapësirës ku lajmërohet që do të zhvillohet tubimi, pra i cili është një pjesë e bulevardit Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi i kryeministrisë deri te kryqëzimi i urës së Tajtit, siç njihet ndryshe, ndërkohë që shikoj që ka edhe lëvizje të forcave të policisë ndoshta për të shkuar drejt parlamentit, atje ku me sa duket ka një opsion që protestuesit të zhvendosen drejt selisë parlamentit për shkak se atje ka patur seancë plenare sot dhe ndoshta kjo është një arsye që protestuesit kërkojnë që të vijojnë me tubimin e tyre pranë selisë së parlamentit. Do thej që ka përqendrim, ke informacion që ka përqendrim forcave policore pranë në kuvendit? Po shikoj lëvizjen fakt kryesisht të forcave të policisë të cilat janë të dislokuara si çdo pasdite pranë kryeministrisë, dhe ndoshta edhe policia ka siguruar këtë informacion dhe po bën një zhvendosje drejt selisë së parlamentit, megjithatë mbetet për të parë nëse do të ndalojnë atje protestuesit apo do të kemi vetëm një kalim dhe do të mbërrinë pikërisht në vendin ku ata qëndrojnë çdo pasdite deri rreth orës 21:30 ose orës 22 dhe më pas kryejnë marshimin nëpër akset e ndryshme të kryeqytetit. Qartë, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, natyrisht që në momentin më të parë që grupi i ngjirimit do të stacionohet atje, ne do të flasim dhe do të shohim nëse ata kanë mbritur tek parlamenti. E fundit, e di që nuk ka lidhje me gjithçka sa tham, por është përsëri dhe kjo ngjarje, është gjetur një trup i dekompozuar diku në Ib, i përket ngjarjes së rëndë, është dukes një të riu dhe dyshimit që është vrarë nga shoku i tij, ka lidhje me këtë ngjarje dhe si po procedohet? Në fakt, pas gati 2 javë kërkimesh, Mirela, ditën e sotme është gjetur me anë të kontrolleve që janë kryer pikërisht në malsinë e Tiranës mes kryeqytetit dhe Elbasanit, një trup i dekompozuar pranë një përroj të një fshati i cili ka dyshime të forta që t'i përkas 34 vjeçarit të zhdukur prej 4 qershorit e Ngland Koçi, megjithatë do të jenë verifikimet e mëteshme dhe analizat e mëteshme që do të verifikojnë katërcipërisht që trupi i përket 34 vjeçarit të zhdukur që më 4 qershor dhe që dyshohet që t'jetë rrëmbyer dhe ekzekutuar nga shoku i tij, Armand Shaka, i shpallur në kërkim, ndërkohë që për këtë ngjarje mbahet i arrestuar një 25 vjeçar për përkrahje të autorit të krimit. Policia nga ana ligjore e ka dokumentuar ngjarjen me prova të pakundërshtueshme në bashkëpunim me një hetim të prokurorisë të Tiranës, ndërkohë që po punohet për kapjen e autorit të dyshuar dhe zbardhjen e dinamikës së ngjarjes, ku motivet dyshohet të jenë për shkak të një borxhi dhe sasive të mëdha që viktima dyshohet që ka patur në aparatin e tij celular, bëhet fjalë për një portofol kriptomonedash ose thënë ndryshe parave digjitale. Enit falenderoj për momentin, shumë faleminderit për gjithë informacionet që solle. Shkojmë në parlament. Janë afruar kryeministrit Rama, deputet, shikoja zotin në Shehaj, deputet të tjerë të opozitës partive të vogla që ndodhen atje. Nuk e di nëse ka një komunikim më tejshëm, regjia e parlamentit do na ndihmonte duke u fokusuar në fakt te Rama dhe uluni, ju lutem, uluni. Është zoti Erald Kabri dhe zoti Agro Shehaj, ama kishte qëllimi të bënit muhabet. Po, flasin me kryeministrin Edi Rama. Ja arritët suksese.
Projekt vendimi për ngritjen e në komisionit për zhvillim të qëndrueshëm në përbërjet komisionit për burime natyrore, infrastrukturë në zhvillim të qëndrueshëm. Ngritja në komisionin për zhvillim të qëndrueshëm për përbërjet komisionit për rreshën parlamentar burime natyrore, infrastrukturë në zhvillim të qëndrueshëm. Fusha e përgjegjësisë këtij komisioni, zhvillim ekonomik dhe social, rrugë ekonomike e qëndrueshme, realizimi i perspektivave zhvillimit të qëndrueshëm dhe agenda 2030 e OKB-s. Në komisionin përbën nga 7 anëtarë si poshtë, zonja Ilva Gjuzi, kryetare, zoti Blendi Himçi, zëvendës kryetar, zonja Besa Spao, zoti Klevis Jahaj, zonja Bora Muzhaqi, zonja Klodiana Çapja, zoti Kliti Hoti, antar zëvendësues zonja Antonita Dima. Ky akt kërkon shumicë të 10 votash, procedura votimi një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Ndërkohë në anën tjetër të shikoni që jashtë parlamentit po mblidhen njerëz, protestuesit në fakt hapet votimi, po shkojnë tek parlamenti, atje ku janë të gjithë, është dhe Rama, janë të gjithë përfaqësuesit e mazhorancës, janë të gjithë deputetët e mazhorancës, deputetët e partive të vogla, nuk janë deputetët e Partisë Demokratike, të cilët e kanë deklaruar që nuk do të marrin një pjesë në votimin e amnistisë penale, ndërkohë që vazhdon Rama të dialogoj në Komisionin për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë, në Komisionin për Ushqimin, në Komisionin për Infrastrukturën dhe Zhvillimin Rural. Partisë Mundësia, zoti Shea ju përjashtua nga kryetari i parlamentit gjatë votimit të amnistisë penale, ndërkohë që duket se janë zhvendosur nga vendi i tyre i deputetit dhe po bëjnë debat me Ramën, janë afruar atje ku është vendi i tij, ndërkohë që shohim përqendrimin e protestuesve kësaj radhe përpara parlamentit. Nuk e dim nëse do të improvizohet një foltore aty, apo do të qëndrojnë aty dhe më pas do të shkojnë përpara kryeministrisë, pritet për tu parë. Është mbrëmja e 19 e protestës qytetare. Ngritjen e nën komisionit për integritetin e informacionit publik. Do të ishte me shumë interes të dinim se çfarë bisedohet dhe se për çfarë dialogohet në këto momente mes kryeministrit vendit zotit Rama dhe 2 deputetëve të partisë opozitare Mundësia. Mbrojtjen e proceseve demokratike dhe integritetit. Ndërkohë që jashtë parlamentit janë mbledhur protestuesit, të cilët kanë duar, lexojmë pankartat e tyre, Edi Rama dorëheqje, kryetare, zotja Gronjek Markaj, Flamujt Kombëtar, Shqipëria e Re është një tjetër parull, ndërkohë që kryeministri Rama po vazhdon të procedura e votimit, një votim elektronik. Të debatoj me 2 deputetët e Partisë Mundësia. Shojmë që ka përqendrim forcave policore, e raportoi Eni Ferrati pak më parë që pashë lëvizje të forcave policore, tha, dhe në fakt duket se janë zhvendosur forcat policore duke marrë masat e dura për të siguruar mbarvajtjen e këtij momenti, sepse shohim që protestuesit ndodhen në hyrje të parlamentit, të shkëputet linja me parlamentin, pavarësisht se kjo është rrugë e parlamentit në blek, pra parlamenti e hoqi transmetimin. Ndërkohë që jemi me pamje të drejt për drejta nga ambienti jashtë parlamentit vendit, atje ku po vazhdon një seancë plenare i pranishëm është kryeministri Edi Rama, deputetët e mazhorancës dhe deputetët e partive të vogla opozitare, ndërkohë që një pjesë e protestuesve janë përpara kryeministrisë. Pritet për të sqaruar ky moment, janë 2 protesta të unifikuara apo kemi të bëjmë me 2 protesta të veçanta? Hapim audion e njërit prej organizatorëve të kuptojmë se çfarë thotë. Jemi me 2 pamje të drejt për drejta, të cilat protesta është po zhvillohet në 2 vendodhje, pra po zhvillohet përpara kryeministrisë, po zhvillohet përpara parlamentit. Janë të njëjta të parulla. Do të përpiqemi të kemi një audio nga folësit në protestën poshtë kryeministrisë.
Fakt është, si që njoftohem nga gazetarët tanë të rend Firetjan, që të blokohet hyrja e parlamentit, ndërkohë që nuk dihet edhe folsi me sa duket I ka orientuar edhe ata mbështetës që janë përpara kryeministrisë për të shkuar tek parlamenti, sepse ne shohim që edhe protestuesit që janë përpara kryeministrisë po nisen drejt parlamentit. Me sa duket mbrëmja e sotme do të jetë një protestë përpara parlamentit, ajo ka nisur, por pritet që t'i bashkohen protestuesve përpara parlamentit, edhe ata protestues që ishin mbledhur tek kryeministria. Duket se është një tjetër skenar mbrëmjen e sotme, I diktuar ndoshta edhe nga rrethana që parlamenti po vazhdon punimet, ka një rend dite të përcaktuar, ligjet me shumicë të cilësuar kanë kaluar, u deshën 84 vota që u gjetën, 3 prej tyre të Partisë Social-Demokrate, mungoi zonja Balluku, mungon gjithashtu edhe zonja Koçeku, të dyja për arsyet e tyre, ndërkohë që dhe jemi duke parë pikërisht në këto momente që po zhvendosen ata dhe protestues që ishin për poshtë kryeministrisë dhe ishin mbledhur si zakonisht për të protestuar atje, po shkojnë drejt parlamentit. Grupi I Xhirimit po ndjek pikërisht këtë protest. Eksiola, nëse më dëgjon, çfarë po ndodh, është një skenar I minutës së fundit, më duket. Po Mirela, të gjoj një skenar I fundit, duke marrë parasysh faktin se parlamenti është duke zhvilluar votime dhe rendin e ditës, ndryshe nga herët e tjera, protestuesit kanë kthyer në fakt marshimin e tyre tek Ministria e Brendshme për të dalë tek rruga në drejtim të godinës së parlamentit, aty ku zhvillohen seancat plenare, dhe me mbritjen e tyre aty, një pjesë e organizatorëve bëri me dije se edhe protestuesit të cilët u mblodhën përpara godinës së qeverisë të rrethojnë parlamentin për të mos lejuar deputetët që janë brenda të dalin. 2 hyrjet e parlamentit duhet thënë, të cilat mundësojnë daljen e deputetëve nga salla e seancave plenare. Jemi pranë ish Hotel Dajtit në urën tek Unaza, aty ku pjesa më e madhe e protestuesve po drejtohet pikërisht në drejtim të godinës parlamentit. Duket se parlamenti ka mbyllur punimet me shpejtësi, sepse shpash deputet dhe makina me fenelin që largohen, do të thot makina të institucioneve që mund të jetë makina deputetësh apo zëvendës ministrash apo ministrash, kështu që pritet për të kuptuar më qartë nëse parlamenti ka shkëputur transmetimin live. Makina e kryeministrit është duke kaluar në këto momente, Mirela? Po. Është makina e kryeministrit sa po kaloi, e cila ndryshoi destinacion, duhet thënë, nga ish Hotel Dajti në drejtim të pjesës tjetër të ish bllokut, pikërisht është automjeti Zotit Rama dhe eskorta, ajo që po shohim në këto pamje të drejtë për drejta, që u kthye pikërisht tek ura e ish bllokut, që po kthehet në këto momente. E pam. Është larguar Zoti Rama me shpejtësi nga ambientet e parlamentit. Dhe vazhdon në planin tjetër, vazhdojnë makinat shtetërore të largohen nga parlamenti me shpejtësi, e boshatisën parlamentin. Në momentin që protestuesit po shkonin atje, ata janë larguar. Kam iden që dhe rendi ditës nuk është plotësuar, ka qenë një ndërprerje menjëhershme e punimeve dhe megjithatë protestuesit po mblidhen përpara parlamentit, pavarësisht se Zoti Rama dhe deputetë të tjerë të Partisë Socialiste janë larguar. Zoti Rama është larguar me shpejtësi me eskortën e tij dhe tashmë nuk ndodhet në parlament, ashtu sikurse edhe një pjesë e deputetëve. Një ditë e tensionuar me ngjarje politike dhe pritet tashmë të nisin dhe fjalime të cilat do të mbahen kësaj radhe përpara parlamentit, në ndonjë foltore të improvizuar. Kjo pritet për t'u parë apo ka qenë e mirë menduar. Kjo pritet për t'u parë në momentin që do të kuptohet se si do të operojë logjistika e dur për zhvillimin e një proteste. Do të ketë një podium i cili të bën mendosh që mendoj dhe dije kjo gjë, do të ketë një fondi të dedikuar apo jo. Ajo që bie në sy është që dhe vazhdojnë të largohen. Kryetari i Kuvendit po kalon në këto momente. Kryetari i Kuvendit, Mirela. Ishte eskorta e kryetarit të Kuvendit. Ishte eskorta e kryetarit të Kuvendit, që pas Zotit Rama është larguar sërish me shpejtësi
për të mos patur ndonjë incident të mundshëm, duke marrë parasysh faktin se në një pjesë të rrugës janë pikërisht protestuesi që po drejtohen tek parlamenti. E qartë, janë dy figurat kryesore të shtetit mbas presidentit. Është kryetari i parlamentit, numri 2 i hierarkisë shtetërore në Shqipëri dhe më pas kryeministri Edi Rama, që të dy janë larguar nga kjo seancë. Shohim deputetët e Partisë Socialiste. Dy deputet Partisë Socialiste që po kalojnë rrugën, krah protestuesve është Bledi Çuçi dhe Ilir Pendavinji, pra deputeti i Vlorës dhe deputeti i Korçës. Njëri prej tyre, zoti Çuçi, është edhe kryetar Komisioni i Çështjeve të Mbrojtjes dhe të Brendshme. Janë munduar të kalojnë dhe ata me shpejtësi për të mos pasur ndonjë incident të mundshëm. E qartë, pak më parë pash Igli Hasanin që largoi dhe ishte ndër të parë që u largua nga seanca, mund të ketë deputetë të tjerë të cilët mund të jenë dhe mund të ndeshen me protestuesit, por deri tani nuk ka asnjë gjë për të shënuar një tjetër makinë. Po. Në këto pamje shohim deputetë të tjerë, Damian Gjiknuri po ashtu, po largohet, dhe dy deputetë të tjerë të Partisë Socialiste. Një protest paqësore, një protest nuk e di. Pra këta njerëz ndaj të cilëve flitet për të larguar, kalojnë dhe këta qytetarë përsëri vazhdojnë dhe kërkojnë në mënyrë demokratike vetëm me forcën e fjalës largimin e establishmentit, largimin e dy njerëzve që kanë 30 vjet që janë në pushtet, herë në opozitë, herë në mazhorancë në këtë vend dhe kjo është protesta e Tiranës. Shohim dy ministre të cilat përshëllehen Mirela Kumbaro dhe Delina Ibrahimaj, dy ministre që përshëllehen kur kalojnë duke përmendur fjalët hajdute nga ana e protestuesve. Të cilat largohen qetësisht, ishte dy ministret e kabinetit Rama, e arsimit Mirela Kumbaro dhe ekonomisë dhe inovacionit Delina Ibrahimaj. Ndoshta është përballja më e drejt për drejt e mundshme kjo që ne pam pak më parë, deputet të Partisë Socialiste, të cilët janë përballë turmës, ata largohen nga parlamenti, ndërkohë që kjo pjesë e protestuesve vazhdon të bashkohet asaj pjese që ka mbritur tashmë përpara ambienteve të selisë së kuvendit që më parë, dhe duket se është vendosur kjo protestë ditën e 19 përpara parlamentit të vendit, atje ku zhvilloi një seancë, atje ku i pranishëm ishte kryeministri Rama, një domosdoshmëri për votën, më shumë se sa një prani për të mbajtur një fjalim apo për të folur përpara deputetëve. Kujtojmë që kaloi amnistia penale, siç e thash, një ligj që më shumë se sa Brendia kishte rëndësinë e një testi numerik të Partisë Socialiste, e cila e sforcuar ditën e sotme e bëri korumin e dur për një ligj me shumicë të cilësuar, por gjithsesi tregon që kjo forcë fundit u afruan tek vendi i tij, atje ku qëndron qeveria në selinë e kuvendit, dhe më pas ka pati një ndërprerje të drejtë për drejtë të transmetimit nga të seancës plenare, që me sa duket gjithashtu është mbyllur. Dhe ne pam që u largua kryetari i kuvendit Niko Peleshi dhe kryeministri Edi Rama përpara se kjo pjesë e protestuesve t'i bashkohet protestuesve që tashmë janë përpara selisë së kuvendit. Vazhdojnë të njëjtat parrulla, ne shohim të njëjtat parrulla të paktën 18 ditëve më parë, ndërkohë që ka patur ngarkesë politike dita e sotme, zhvillime për sa i përket votimit në Parlamentin Evropian ditën e djeshme, ka patur Rama një reagim i cili duket se bën një ftesë në fakt për protestuesit, dhe unë do të lexoj nga reagimi i tij ditën e sotme atë paragraf ku duket se në fakt ju drejtohet protestuesve në mënyrën e tij për të folur me ta. Disa tamtamxhinj me emër që kujtuan se u bë bulevardi Kos për lugët e tyre të ndryshkura, u thonë flamingove se rezoluta e djeshme e Parlamentit Evropian na qenë fitoria e tyre e parë. Sugjerim për rishikimin e konceptit fitore është dhe një ndihmë humanitare
Thot ndërsa lidhur me rishikimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, europarlamentar do të informojë se ai është pjesë e agjendës së negociatave dhe si tillë do të jetë fillimisht në një proces analitik me komisionin. Flamingo duhet ta dinë, thot, se janë të keq informuara nga sorrat dhe korbat që duan mjedisin si gjethe fiku për të nxitur një protestë e cila s'ka më asnjë lidhje me mjedisin. Ndërkohë që në një reagim tjetër, Rama shkruan rruga për në ferë është e shtruar me qëllime të mira, thot një fjalë shumë e moçme dhe ka një arsye pse kjo shprehje ka mbijetuar në shekuj. Unë i kam dëgjuar Flamingot shkruan Rama dhe i kuptoj ata, e respektoj pa paragjykuar shqetësimin e tyre. Ndjekim bidon. Zoti Bido, si ndiheni kur tonë hajdu? Kam vjet. Si ndiheni mes protestuesve teksa ju trasin? Kjo është thjesht turm, një turm e cila unë pyes pse e pyeta drejt për drejt, më tha unë kam punuar çka me vjet, sigurisht edhe unë. Kështu që mua nuk më emocionojnë as pak turmat. Shojnë mandatin zoti qytetar. Do them edhe një herë, kur të ma kërkojnë qarku im dhe votuesit e mi, patjetër. Ama se bëhet kjo që është në fakt një egërsi publike. Është egërsi publike, janë mijëra qytetarë në shesh, në ditën e 19, nuk mund të quani kështu zoti. Dhe ti më ke këtu. Ku e ke? Zhur. Një pjesë e kolegëve tuaj nxituan të largoshin me njërë nga parlamenti. Po shej po nxitojmë? Jeni tërë të vetmit. Po nxitojmë as pak. Pse? Sepse ky vend ka nevojë që ne të marrim realisht çështjet dhe ato të diskutojmë. Ama pse të këtu? Çfarë kanë? Kush prego? Të lutem Eksiola, kujdes. Eksiola, të lutem kujdes ti dhe operatorit. Mirela, punojësit e policisë po ndërhyjnë për të mbrojtur deputetin Bido, pasi u vendua nga qytetarët. Kujdes ti dhe operatorit, lutem. Zoti Bido ishte i mirë informuar që kishte një turm jashtë dhe vendosi teste mes turmës së egzaltuar. Nuk pati asnjë provokim nga turma, nuk pati asnjë shtyre nga sa pam nga ekrani, u futën me njëherë forcat e policisë dhe gjithçka është e qetë. Në fakt është një rregull i ditur që në turmat e egzaltuara dhe me protestues të cilët janë ditën në 10 protestës tyre, patjetër që nuk mund të hysh dhe të kesh një mendim kundër një kundër gjithëve. Po, më thuaj. Në incident janë qytetarët të cilët duke qytetarët të cilët tenton t'i afrohen zotit Bido, i cili u largua nga punojësit e policisë, dhe në këto momente njëri prej tyre është neutralizuar nga ana e policisë, të cilët i erdhën në mbrojtje zotit Bido, deputetit Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, i cili doli nga kuvendi i Shqipërisë dhe të lutem, Eksiola, më dëgjoj pak. Ti ishe afër zotit Bido dhe po zhvilloi intervistën me të gjatë kohës që nuk ishte afruar policia. U prek zoti Bido dhe u kërcënua fizikisht nga ndokush që ishte aty? Nga ajo që unë pata mundësi që të shija është se zotit Bido ju kërkua vazhdimisht nga ana e protestuesve që të largohej, pra duke nënkuptuar largimin e qeverisë Rama. Dhe një pjesë e madhe e disa qytetarëve duheton ju afruan zotit Bido, por me sa pash nuk e prekën fizikisht, por ju afruan shumë pranë të tij, duhet thënë. E qartë. Kemi parasysh që kemi një turm njerëzish, janë protestues dhe ajo që ka spikatur në këtë protestë është qytetaria, por gjithsesi ka njerëz të cilët janë të irrituar, të cilët kanë kundërshtitë e tyre për keqeverisjen dhe ndoshta prania e zotit Bido ishte tepërt aq gjatë mes një turme të egzaltuar disi njerëzish, sepse ne e dim që protesta ka rregullat e saj. Ti je gazetar për kaq kohësh dhe e di psikologjinë e protestave të kur turma ka një egzaltim të caktuar, apo jo? Çfarë po ndodh tani?
E vërtet Mirela, në fakt qëndrimi për disa minuta i deputetit Partisë Socialiste e irritoi turmën, e cila reagoi në atë mënyrë, teksa zoti Bido ishte i qetë dhe vjonte intervistën. Ndërkohë kemi thirrje nga ana e protestuesve, policie krimit, duke marrë parasysh faktin se kemi edhe një numër më të shtuar të punonjësve policisë, të cilët e kanë rrethuar me gardh metalik zonën përpara parlamentit, duke marrë parasysh dhe faktin se deri pak minuta më parë kishte deputet brenda saj, por deri më tani besoj janë larguar nga kjo godin. Ndërkohë, policia krimit është pikërisht një nga thirrjet e protestuesve. Qëndrimi i gjatë i zotit Bido mes protestuesve e irritoi turmën, Mirela. Po, dua të di sepse policia pak më parë neutralizoi një protestues, e liroi më pas me aq sa ti ke parë, apo e kanë marrë forcat e policisë, dihet gjë? Deri në një moment ku pata mundësi që të shija mes protestuesve, punojësit e policisë e zhvendosën zotin Bidon pak metra më tutje, patën një komunikim me tyre, ndërkohë një pjesë tjetër krijoi një kordon pra të punojësve të policisë për të mos lejuar protestuesit, disa prej tyre të irrituar, duke ju kundërvënë zotit Bido, megjithëse zoti Bido mund të jetë larguar, nuk arrit ta shoh në pjesën ku ndodhen punojësit e policisë. E qartë. Megjithatë nuk pati dhunë fizike përveç një dhune verbale apo një trysnie verbale, më saktë se të njëjtat parolla që i idheshin në parin ishin dhe ato që ju drejtuan në zotit Bido, apo jo? Me njëherë sapo punojësit e policisë vunë re se protestuesit ju afruan shumë pranë, duhet thënë zotit Bido, deputet Kuvendit të Shqipërisë, u afruan dhe rrethuan atë dhe e larguan pak metra më tutje për të mos patur konflikt fizik, pra në mënyrë që gjithë situata e tensionuar të mos përfundonte në një konflikt fizik. E qartë. Gjithsesi protesta vazhdon. Momenti u kalua, protesta vazhdon, me sa duket tashmë të gjithë protestuesit janë bashkuar përpara parlamentit, apo jo Eksiola? Çfarë po ndodh atje, si po zhvillohet, cila është dinamika e këtij momenti? Ka thirrje të vazhdueshme nga ana e protestuesve, Rama jep dorëheqjen, ndërkohë parlamenti qëndron i rrethuar me gardhin metalik dhe nga ana tjetër punojësit e policisë. Ndërkohë një pjesë tjetër janë përpara parlamentit, ndërkohë edhe pjesa e protestuesve që ne ndoqëm gjatë gjithë marshimit në transmetim të drejtë për drejtë kanë ngritur përpara parlamentit dhe këto thirrjet ju erdhi fundi nga ana e protestuesve. Ju erdhi fundi! 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 Kjo është protesta në ditën e 19, tashmë protestuesit ne shohim që janë të zhvendosur përpara parlamentit. Protesta është në ditën e saj të 19, një protestë e cila ka nisur në fakt me një devijim nga që ka nisur me një devijim pasi me njëherë ka shkuar përpara parlamentit, ndërkohë që shohim ekranin të ndarë në dy pjesë, një pjesë e protestuesve janë përpara parlamentit, ndërkohë që një pjesë tjetër po zhvendoset.
Nuk dihet nëse do të nisin fjalimet, kur do të nisin duket se tashmë protestuesit në fakt po zhvendosen një pjesë drejt kryeministrisë, ndoshta ka qenë thjesht dhe vetëm një zhvendosje. Presi konfirmim se ku po ecën kjo pjesë në anën e djathtë të ekranit tuaj, ndërkohë që një pjesë janë duke qëndruar përpara parlamentit. Që janë dy njerëz me pamundësi fizike të cilët dhe ata janë pjesë e kësaj proteste dhe janë në krye të atyre protestuesve që po marshojnë. Ka një masivitet edhe mbrëmja e sotme. Mjafton që shikoni ekranin dhe ju kuptoni që ka njerëz të moshave të ndryshme të target grupeve, pra grupeve të interesit të ndryshëm, të cilët i bashkohen kësaj proteste. Policia krimit! Policia krimit! Policia krimit! Policia krimit! Policia krimit! Policia krimit! Pra duke se në fakt protesta do të zhvillohet si zakonisht e kryeministria. Një pjesë e protestuesve kanë mbritur tashmë atje ku është ngritur podiumi dhe është bërë gjithçka gati, pritet që të zhvendoset dhe pjesa tjetër. Ka qenë me sa duket një skenar i sekondës fundit për të shkuar tek parlamenti, me qenë se atje po zhvillohej një seancë plenare. Dhe aq më tepër që i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, por menjëherë është mbyllur seanca, është larguar kryeministri dhe kreu i parlamentit, kanë kaluar disa deputet dhe turma vetëm protestuesit kanë hedhur parrulla. Ka patur një moment të nxehtë me zotin Bido, deputeti i Partisë Socialiste i Qarkut të Vlorës, por është dashur ndërhyrja e forcave të policisë për të marrë në mbrojtje dhe për të siguruar deputetin të largohet nga ambienti ku po zhvilloi protesta dhe ku kishte protestues. Duket pra se nga parlamenti po zhvendosen ka ende protestues përpara parlamentit, por duket se tashmë të gjithë po shkojnë përsëri drejt kryeministrisë dhe atje do të zhvillohet protesta si zakonisht. Përveç këtij ndryshimi në itinerarinë e tyre për të qenë përpara parlamentit, ndërkohë që zhvilloheshin punimet, gjë e cila nuk ka ndodhur sepse menjëherë është mbyllur seanca plenare. Televizion ka gazetarët që është në transmetim, le të hyjë dhe të tregojë se ku ndodhet dhe se çfarë po ndodh atje ku ata janë. Pra pres informacione nga terreni, ju lutem. Është mbrëmja e 19 e protestës qytetarëve, të cilët tashmë janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe pritet ndoshta nga momenti në moment që të nisin dhe fjalimet e qytetarëve. Është një prej organizatorëve që flet. Eksiola Sheu është përsëri me mua. Eksiola, ku ndodhesh? Vjojnë të jemi tek parlamenti, tek përpara oborrit parlamentit duhet thënë, por pjesa protestuesve po zhvendosen përpara godinës kryeministrisë, aty ku do të mbahet si çdo mbrëmje tjetër, pjesa e fjalimeve dhe i gjithë grumbullimi duhet thënë i qytetarëve dhe pjesa më e madhe e tyre ka marshuar, ndërkohë në këto pamje ju sjellim edhe pjesën e fundit duhet thënë të protestuesve, të cilët për disa minuta marshuan në drejtim të parlamentit, ndërsa tani do të bashkohen me pjesën tjetër ku do të mbahet si zakonisht pjesa e fjalimeve. Qartë.
Qartë, jemi me pamje të drejtë për drejta në fakt edhe nga Kryeministria, gjithçka është bërë gati për nisjen e fjalimeve dhe për nisjen e protestës. Zakonisht ndodh që pikërisht ka një theks diku protesta. Mbrëmjen e djeshme ishin pensionistë, për shembull, një natë më parë ishin studentë të cilët janë diplomuar edhe në universitetet e jashtvendit dhe përsëri nuk mund të gjejnë dot punë këtu, pra se çdo grup interesi shpreh pa kënaqësitë e veta. Pritet për të parë se si do të organizohet mbrëmja e sotme dhe protesta në mbrëmjen e sotme, se ku do të jetë theksi i fjalimeve të pjesëmarrësve në këtë protestë. Jemi me pamjet në të majtën tuaj të parlamentit, ku dikush me megafon po ju bën thirrje të gjithë protestuesve që t'ju bashkojnë atyre te Kryeministria, sepse atje do të përqendrohet të gjithë protesta dhe atje do të zhvillohet dhe me sa kuptoj ka nisur zhvillimi i kësaj proteste ditën e sotme. Politike jo vetëm për protestën, po për gjithë popullin. Kjo protestë ka ngjallë shpresën cilën ju e keni vrarë, jetën e tri. Kjo protestë na ka bërë të imagjinojmë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri tjetër është e mundur, një Shqipëri pa oligark, një Shqipëri pa kriminal, një Shqipëri pa plesh nga 90 vjeç që kanë marrë peng partitë politike. E që të ri, si fatkeqin fjalë, që duken si të ri, duhet të servilosen kryetarit 19 vjeçar, po mos më se është turp. Po a keni more pak dignitet, a keni pak integritet? Po jeni të ri, more, duhet keni qoftë revolt, brënda edhe kur e keni gabim, t'i thoni kryetarit poshtë, more. Kanë filluar fjalimet në këtë protest, kanë filluar folës të ndryshëm të japin mendimet e tyre, opinionet e tyre dhe natyrisht me parullën dhe lajmotivin e kësaj proteste që njëri për cilëve është në ky që po dëgjojmë. Po e kuptoni more sa turp është, po nuk vleni asa Mariana Koçeku, more o njerëz. E kuptoni apo jo? Ju drejtojnë të rinjve në politik, folësit në këtë protest. Fund fare dhe primare se këta që kanë bënë kriminalës, po më kërcënon nga të familjen dhe u tërhoq. Po tërhiquni more nga partitë tuaja, bashkohuni me popullin, bashkohuni me njerëzit, se Shqipëria e nesërme do të jetë më e mirë edhe për ju. Shqipëria e re! Shqipëria e re! Jemi në pamje të drejtë për drejta, përpara Kryeministrisë ka nisur protesta dhe fjalimet, ndërkohë që janë protestuesit e tjerë që po vazhdojnë të ecin, po zbresin në krah të xhamisë namazgjas për të vazhduar në Unaz dhe më pas për të bashkuar te Kryeministria me pjesën tjetër të protestuesve. Po
donaciones për ilaçe. Po merë dhe baballarët tanë i presin një telefonata, fëmijët nga Niprit, nga Mbesa, i marrë në telefon nga jashtë, u qanë syri për ata. Ne ta flasim për Shqipërinë, ku shkollat anë mban vendi po mbyllen, ku fshatrat nuk ekzistojnë më. Kushto që po mbyllet, ky është realiteti jonë, realiteti një Shqipërie që ditës po zbrazet, dhe nga kush po zvendësohet nga të ardhur, nga Asia, nga shtolla tjetër i botës. Dhe ne, shumë shpejt, do jemi vendimtar në vendin tonë. Por qeveria na thot që jemi mirë, që këtu është fush me lule, që turizmi është rritur, që 4 miliardë euro po vërshojnë andej, ja 2 po vërshojnë në Durrës, ja 10 në vend tjetër, ku janë to lek? Ku janë? Ne, baba i mërqet e epi nga pension, si do të dali? Si do të dali të rinj? Në një vend ku malet ulen dhe kullat ngrijen, në një vend ku njerëzit shuen, ikin, largohen, këta të rinj nuk largohen sepse nuk e duan Shqipërinë, por largohen sepse Shqipëria sotme nuk lejon që të jetojnë me dignitet. Dhe ndërsa ne luftojmë për bukën e gojës, këta mendojnë si ta vjelin, si ta marrin tokën, si ta marrin shtëpinë, si ta largojnë fëmijët. Ndaj ne sot nuk mbrojmë Sazani, nuk pa mbrojmë Zvërneci. Ne sot mbrojmë të ardhmen e fëmijëve tanë për mos të qenë të huaj në vendin e tyre. Po mbrojmë të drejtën e shqiptarëve për të qenë sotën në shtëpinë e tyre. Dhe kur ne kërkojmë përgjigje të gjithë heshtin, ky president hesht, ku është? Ky është president do t'jetë mbi palët, hesht, zhdukur, në drejtim paditur. Por sot flet ky shesh, flet zemra e kombit shqiptar, flasin ta të rinj, revolucion! Ka nisur fjalimet me njerëz të cilët tregojnë përvojat e tyre. Unë sa pak më pak lexoj shumë pak nga një reagim i Ramës, të cili në fakt gjatë ditës sot është interpretuar si një ftesë për të biseduar me protestuesit, me tjera që ai shkruan që flamingot nuk e humbasin bukurinë e tyre nëse angazhohen në diskutimin e dobishëm për të ardhmen e zonës dhe rrugën e zhvillimit të Shqipërisë. Nuk dihet nëse do të interpretohet si një ftesë e hapur apo jo ky moment të paragrafi i kryeministrit, ndërkohë që shohim në protestë Arlim Qorin dhe deputetin e Lëvizjes Bashkë në parlament, ata janë bashkuar protestës dhe ndodhen tek kryeministria. Dhe të betohemi përpara njëri tjetrit që nuk do ta lëmë Shqipërinë të zbrazet dhe të vjen maskare. Rohet Shqipëria. Revolucion! 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 Kur na pyesin se çfarë keni fituar nga protesta, me një pyetje cinike, në fakt do ju jap disa përgjigje. E para është kemi fituar besimin te njëri tjetri. Për kaq vite ne kemi pas frikë nga njëri tjetri. Gjithmonë shqiptarët thonin, unë ngrihem, po nuk ngrihen tjerët. Këtë herë të gjithë bashkë po ngrihemi. E dyta, kemi fituar besimin te demokracia. E di pse? Sepse më parë votonim njërin 2 vite ose njërin 4 vite dhe ne ta përfaqësonte kush ta përfaqësonte. Tani jo më, ne përfaqësojmë vetëm tonë vetë. E treta, ne kemi pas lënë politikanët ta bënin komunikimin për ne me ndërkombëtarët. Edhe shpesh Shqipëria ka qenë thjesht imazhi Edi Ramës ose i Sali Berishës të ndërkombëtarët. Por sot imazhi i Shqipërisë jemi ne.
a mos ka në i karta, në i tele, a mos ne kanë zënë hapësirë private prapa. Sepse na kanë rrethuar dhe na kanë pushtuar çdo vend, çdo qytet, çdo bregdet. Por nga dita e parë e kësaj proteste, kartet në çdo cep Shqipërisë po bien. Kanë rënë kartet Zvërmet, kanë rënë kartet Prior, kanë rënë kartet Librash, edhe në një vit do bie një kartë tjetër ditën e vjerë. Ju mbrëmje që ka shumë informacion kjo e sotmja, jo vetëm për zhvillimin e protestës, po nga pikpamja politike, një test politik ai 84 votave për amnistin penale në parlament, ndërkohë që dosjet të cilat janë në SPAK ka përsëri nevojë të elaborohen dhe të kuptohen edhe më shumë, të përpunohet informacioni i tyre me aq sa ka rrjedhur në media për të kuptuar ecurinë e mëtejshme. Pra duket se ka disa linja në këtë moment të shtruara në jetën sociopolitike shqiptare që pritet për të parë nëse do të thellohen apo çfarë drejtimi do të marrin. Deri tani kjo protestë nuk ka një tekst apo një organizim për një qëndrim politik. Protesta absolutisht është politike, qëndrimet janë politike se kërkojnë largimin e establishmentit të vjetër, por asociimin me një forcë të caktuar apo me një rrymë të caktuar politike deri tani mungon dhe natyrisht që kjo jep vetëm dhe thjesht një tekst qytetarie kësaj proteste. Vlen për të theksuar që pavarësisht se ishin në parlament kur vinin deputet të Partisë Socialiste përballë, nuk pati përveç ndoshta parullave të caktuara të hedhura, nuk pati dhunë fizike, dhunë verbale, pati trysni një moment me zotin Bido, një trysni e cila ushtrua edhe me pranin e tij në mes të një turme të egzaltuar, por përveç një trysnie verbale, nuk të paktën deri tani nuk ka të dhëna për një dhunë apo fizike. U desh me një ndërhyrja e forcave të policisë në moment caktuar i cila e largoi deputetin. Dhe më pas vazhdoi gjithçka normalisht dhe ne shohim në ekran që ka nisur fjalimet me simbolin e kësaj proteste që janë flamingot. Sa duket po bëhen gati protestuesit në Flamingo nduar për të bërë atë ritmin e tyre tradicional, një ecje në për turmën e protestuesve, si për mos të harruar dhe për të patur në vëmendje këtë simbol që po i jep emrin kësaj lëvizje, që duket se ka të kaluar tashmë thjesht e vetëm mbrojtje në mjedisit. Është duke folur një zonjë mjeke, ginekologe,
e cila i është bashkuar protestës, siç e kam thënë, ka një përzierje të profesioneve, moshave, edhe qyteteve të Shqipërisë. Ka edhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë Adeu, të cilët kanë ardhur edhe janë bërë pjesë e protestës. Ne kemi dëgjuar fjalimet e tyre, sikurse kemi dëgjuar edhe thirrjet që u bëhen, pikërisht sot është bërë thirrje politikanëve të rinj që të largohen nga rrezja e politikës së vjetër dhe të kenë dignitet në raportin e tyre me politikën. Nisi ndryshe kjo protestë sot, nisi me një marshim dhe një ndalesë të parlamentit e më pas grumbullimi final përpara kryeministrisë. Shqipëria e re fakt do duhet që mjekët që ndronin vetë dhe jo t'i mbajnë me plane 5 vjeçare në dhunë. Ndaj ka Gazidja Afjan edhe një mjeku të. Ka njerëz të ndryshëm që flasin, pak më parë folin një mjeke dhe duket se ju adresohet profesionistëve cilët nuk të cilët ndoshta nuk e gjejnë veten në profesionet e tyre në Shqipëri dhe largohen, sidomos mjekësia është një ndër sektorët më të prekur. Ka folës të ndryshëm, siç e thash, është dita e 19. Një ditë e ngarkuar me ngjarje jo vetëm për protestën e opozitës, një test politik i mazhorancës së parlamentit, e cila falë 3 votave të PSD-s arriti të sigurojë sot shumicën e cilësuar. Mungoi në votim zonja Balluku, mungoi zonja Koçeku, e cila është vetë deklaruar e larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ka një dinamik në lidhje me këtë zonjë, sepse në SPAK kanë ngritur padi ndaj saj në lidhje me një reagim që ka patur ditën e djeshme në rrjetet sociale. Pritet për të parë se si do të jetë ky moment, kjo përballje me SPAK-un, por ndërkohë zoti Rama i kthyer në orët e pasdites pjesëmarrës parlament për dhënë votën e tij për kalimin e amnistisë penale dhe ligjeve të tjera që donin shumicë të cilësuar, ka njoftuar që të shtunën në orën 10:30 do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar në pallatin e brigadave. Vjen kjo mbledhje në një moment decisiv, ku protesta është ditën e 19, ku trysnia qytetare është e konsiderueshme dhe ku duket se ka një moment grupi parlamentar pasi është larguar një deputete, është vetë larguar duke u shpallur si deputete e pavarur dhe pritet për të kuptuar se cilat do të jenë procedurat e mëtejshme. Pra, Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar të shtunën në orën 10:30 pallatin e brigadave. Do të ketë një fjalë hapse e cila do transmetohet nga media, apo do të jetë një mbledhje me dyre të mbyllura, kjo pritet për të parë. Premtimi për mjekësi falas u kthye në një makt për gjithë shqiptarët. Dhe Ndërkohë që Partia Demokratike nga ana tjetër ditën e sotme pati akuza të forta në lidhje me dosjen Aruba, por ajo që binte qëra në sy ishte fakti që zoti Berisha ju bëri thirrje të gjithë mbështetësve të Partisë Demokratike të dalin protestë pa logon e Partisë Demokratike, pavarësisht se një nga thirrjet e qëndrueshme konsistente të këtyre njerëzve që dalin për të 19 ditë
sot përpara kryeministrisë është largimi i Ramës, largimi i Berishës, vendosja e tyre përpara drejtësisë. Jeni pregullueshëm, vazhdojmë të jemi bashkë, mos përçarni. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. A e dini sa makina janë nisur nga diaspora për të ardhur shtunën këtu? Dita kur ky t'jap dorëheqjen e më pas dita kur ky të përfundoj prapa ekurave do jetë fest kombëtare. Rama jepe dorëheqjen. Mirë mbrëma Tiranë, mirë mbrëma Rini, mirë mbrëma Shqipëri! Unë jam një studente që kam qenë pjesë e kësaj proteste nga Mirishim së bashku në komentin e fillimit të protestës në mbrëmjen e 19 të saj, siç e thash gjatë komentit, një ditë e ngarkuar. Kjo politikisht sepse u bë testi i parë për Partinë Socialiste që fal 3 votave të Partisë Socialdemokrate arriti të siguroj shumicën e duhur në parlament për ligjet e cilësuara, ndërkohë që nga ana tjetër duket se edhe drejtësia vazhdon punën e saj me dosje të caktuara. Po në shoqërinë e protestës, më pas do të jetë Ela Mhilli me emisionin e saj, bashkë takojmë përsëri nesër në orën 19. Mirupafshim. Ku po bën planet për ti kur jashtë? Se njëri një që shet vetëm të ardhme,